Muaj më parë ishte bërë bujë sa i përket një grupi në rrjetet sociale në të cilin shpërndashin numrat e telefonit të grave, por gjithashtu edhe video me përmbajtje intime të këtyre grave, shumica prej tyre të cilat ishin montazh, nuk ishin të vërteta, por që ky aktivitet tashmë ka ndruar platforme. Disa grupe janë hapur së fundmi në një platformë të njohur si Discord, ku meshkujt po vazhdojnë me të njëjtin aktivitet. Meshkujt kosovar po shpërndajnë numrat të telefonit të grave kosovare, gjithashtu edhe video përmbajtje intime të tyre. Për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, me mua në studio ka Mentor Hoxha, ekspert i kibernetikës. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Gjithashtu dhe Bind Skeja. Përshëndetje Bind. Përshëndetje. Po flasim për një aktivitet i cili realisht nuk është që po ndodh për herën e parë. Ishte ngritur alarm muaj më parë, policia kishte ndërhyrë, ishte mbyllur grupi Alp Kings, pastaj u rihap, tash duket se është gjetur një platformë tjetër për të bërë aktivitete të tilla. Zotri Hoxha, në këtë pikë, sa ka gatishmëri ose sa ka infrastrukturë për të bllokuar në tërësi këto aktivitete në domenin online? Ashtu si që edhe ju theksuat ne në këtë studio realisht kam qenë mysafir, po më duket se po 2 herë ku kemi trajtuar të themi rastet të njëjtën, pa predikuar që ndrojnë të njëjtit njerëz prapa kësaj forme të themi të shpërndarjes video intime dhe materialet të tjera. Duhet kemi parasysh që në kanalet e tjera nuk kemi vetëm thyrët i privatësisë, video intime, po mund të kemi apo mund të hasim dhe në aktivitetet tjera ilegale si shitja parave falso, ndoshta edhe ofrimi me shërbime të tjera. Ajo të cilën ne kemi theksuar në të kaluar dhe tani shohim një formë të zhvillimit në rrjetet të themi sociale, si në Telegramin, tani në Discord, janë që aktivitetet e tilla kryesisht kemi hasur të themi në të kaluarën e afër dhe të largët, kryesisht në dark web. Shohim që në këtë komunitetin të themi shqiptar dhe ndërkombëtar, realisht kanalet e Telegramit, TikToku dhe kanalet e tjera së fundit, Discordi, që duket pak e çuditshme, ku Discordi nuk është shfrytzuar shumë në të kaluarën e afër për çfarë do lloj aktiviteti, ka qenë kryesisht të kaluar ndoshta për aktivitete tjera ilegale, si pedofilizëm apo diçka tjetër ngjashme, por kjo është formë e re në të cilin aktivitet të themi personat me motive jo sociale, po quaj jo sociale, nga se thelbi është jo social. Kryesisht kemi tash të quajtur të njohur si revenge porn, ku personat në këtë rast kryesisht meshkuj, nuk do të thotë që mund të mos kemi edhe raste të ku prapa janë edhe personat të gjinisë femërore, shpërndajnë materiale intime të cilat kanë për qëllim hakmarrjen, kanë për qëllim denigrimin, kryesisht të themi hakmarrja dhe denigrimi, thelbi dhe kyçi është ky dhe mbrapa saj realisht rrethohen edhe njerëzit e tjerë, mund të kemi në numër të madh, nëse s'gaboj dikur rreth 70.000, aty mund të kesh çdo gjë. Mund të kesh vizitorë të cilët hyjnë për korreshtje, mund të kesh vizitorë të cilët kanë dëshirë dhe të qeshin dhe ka mjaft shprehje të cilat momentalisht çarkullojnë në rrjetet sociale, ku shfrytëzohen shprehje të cilat s'po duhet të përmendi këto shprehje të cilat përdoren në atë hapësirë kibernetike. Sa është Kosova gatshme? Shikoj, në kuptimin e gatshmërisë së Kosovës flasim që Kosova, ne duhet të kuptojmë që Kosova është mjaft e vogël. Momentin e parë që mjaft e vogël dhe kapacitetet i të kufizuara dhe të limituara në këtë drejtim, në momentin që jeni shtet, duhet të kesh pothuajse të gjitha nomenklaturën shtetërore, pavarësisht që ndonjë element të duhet pak dhe shumë, edhe në këtë drejtim resurset, qoftë njerëzore, qoftë kapitalet e tjera, shkojnë duke u limituar. Dhe Kosova në hapësirën kibernetike, njësia për luftimin e krimit kibernetik, e cila është pranë policisë Kosovës, ka prioritetet e saj.
A është ky një ndër prioritetet? Mund të jetë një ndër prioritetet, po nuk është e lehtë të luftohet një dukuri e tillë, nuk është e lehtë ku Kosova si një shtet i vogël nuk është pjesë e mekanizmave të ndryshëm ndërkombëtar, niveli i bashkëpunimit me institucionet e tjera, si dhe këto rrjetet e sociale mund të jetë i limituar apo inekzistent, dhe të gjitha këto nuk e bëjnë më të lehtë punën e policisë së Kosovës dhe njësisë për krimën kibernetike, po bëjnë më të vështirë. Nuk do të thotë që nuk mund të gjenden prapa njerëzit, sepse ka mjaft metodë dhe metodologjit të cilat pastaj në bashkëpunim me prokurorinë e Kosovës mund të hyjnë të infiltrohen personat në grup dhe të punohet 5 muaj, 6 muaj apo dhe vite për të identifikuar personat të cilët qëndrojnë në sens në mbrapa këtij grupi. Po, bindi në anën tjetër, çka tregon kjo për shoqërinë tonë? E përmendje edhe zoti Hoxhaj, mund të jetë hakmarrje, mund të jetë frustrim, po realisht duke pas parasysh edhe faktin që nuk po përballemi për herë të parë me një problem të tillë. Kështu, mas pari kjo është problem global, nuk është vetëm na, domethënë si grupe ekzistojnë në shtete tjera, kanë edhe domethënë kontakt ndërkombëtar. Edhe është e vërtetë që më herët kanë domethënë kryesisht në dark web, po tash ka nisur më shumë më shumë publik, në Discord të hap grupe, po edhe për shembull në Twitter. Më koni skandal që po bën me këtë AI botin e Twitterit, ngrokun që i zhveshke domethënë njerëzit që i bëjshin fotot e tyre publike. Çta persona shkojnë edhe keq përdorin në çat mundësi për shumë domethënë me paraqit. Edhe për shumë me i ushqy fantazitë e tyre. Çka thot kjo për shoqërinë më shumë është që nuk jena të marrë me çdo raste, sepse nëse ti mundesh me shku me bë një veprim në publik, atëherë ti nuk po nihesh që çai të bësh është gabim ose që mundesh mu sanksionu ti për çdo. Se kemi mjaftuar hapësinë ti për shumë të më operu, për shkak se përbëjnë ata njerëz të tjerë, edhe për shkak se kjo është çka na si shoqëri e konsiderojnë e pranueshme. Problemi domethënë për këtë është prej fillimi domethënë kur në mënyrën qysh e trajtojnë një burr kur një fëmijë djalë kur të lind, edhe deri kur të bëhet burr, qysh pe çfarë mësojnë, qysh pe me çka pe ushqejna domethënë ideologjikisht edhe retorikisht në shoqërinë tonë, dhe masnej qysh po sigurohemi që ai person jeton një jetë sociale. A mund të themi në këtë pikë që shoqëria pra po përgatit burra të këtij lloji? Shoqënia prej që lind një djalë i ran me një ide që na kena rëndësi shumë më të madhe sa gratë, që na duhemi me qenë e prurë ndaj grave. Momentet parë që ti lind, për shembull ka shembuj në Kosovë ku lind një djalë në një spital, dalim edhe festojna që nuk e bëjnë zakonisht për vajza. Edhe me kalimin e kohës, ndonëse jo kështu në nivel në që i vedishëm për qëtë, po ty në pabedije tonë të krijohet një farë ideje që e ki një superioritet që të vjen për shkak se ki lind djalë. Edhe kjo reflektohet mas edhe në shoqëni për shkak që na nuk kushtojna shumë rëndësi për edukimin e djemve, nuk kushtojna shumë rëndësi për qysh rritën ata në nivel social, për shkak që ata e ndjemë. Edhe ata pritet që janë matë që me matë aftë e tjere. Ndërka që gratë duhen me punu shumë ma shumë për me mri në që ato nivellet që burat vetëm menot që i kanë. Kështu që kur ti bën ti mas nej 18 vjet ose 20, edhe janë nisë me hinë tregt punës, dhe janë nisë mu ballafaqu me realitetin qysh ekziston për një me jo qysh tu ka shit kur je konë të urit, e kuptojnë që nuk ka bashkë qashtu qysh u bo, qysh u thonë. Na për shembull në organizatë tonë, qëpë se kena shumë problem me gjithë bura që jenë po aq të aftë sa gratë, kur bëjna shpallje publike për vendet punës. Është shumë problem. Në qëto fushat paktën që na i trajtojna, për shkak që për një me nuk e kanë nivelin, nuk ka punu dikush me ta, ose s'kanë pas ata nevoj me punë, me mri që atë pikë për mujtë me ushtyme një meritokraci të barabartë, ku e hek do me thonë idenë e patriarkatit e krejtë. E kur ballafaqon këta me që të refuzim masnej, po foli këtu në terme generale, ti ja mund është me thonë okej, adin, ko ka ndryshë situata, po vazhdoj qysh do që e muj me gjithë vendin në qysh shni, ja mund është me ronë depresion, me thonë probleme ku ka të une, s'ku këna unë mjaftu shumë burë për me i adolë balë jetës, ose shkën edhe thu
faji është të gratë, faji është të shtetit që jep shumë drejtat grave, dhe mas ne janis me kryu që si sjellje antisociale që me shku dhe me tentu me marrë diqysh kontrolën nëpërmjet çtëne qasjeve denigruse ndaj grave, ndërmjet publikimit të videove të në ose dhe përdorimit e AI-t për me kriju pasiguritë të to. Kjo është përfundimisht dhe me thonë një nevoj për kontrol. Nuk është diçka kështu që ka të bëjë me joshi apo me atraksion, është veç thjesht ideja që ky person nuk po njetë mjaftueshëm i përmbushën jetën që e ka, për shkak që krejtësisht tjera edhe shkon jashtë gjunfojnë grave, edhe mas një kryen që si grupe. Në bazë të dhënave të policisë të Kosovës gjatë vitit 2025 janë shënuar 69 raste të ngacmimit seksual. Gjithmonë po flasim për raste të cilat janë raportuar në policinë e Kosovës. Sulm seksual janë 55 raste, ndërkëse degradimi integritetit seksual janë 5 raste. Këto janë shifra të përgjithshme, por të cilat nuk janë të specifikuara realisht, nuk janë të kategorizuara nëse këto sulme seksuale ose degradime seksuale janë bërë në mënyrë online apo janë bërë fizikisht. Gjithmonë qëndrojmë të këto të dhënat të cilat i ka policia e Kosovës. Zotri Hoxhaj, në anën tjetër policia bën publike rastet të tilla, po sa është e vështirë ndoshta që të mbyllën grupet të tilla? Nëse më lejoni të kthehem vetëm pak prapa në lidhje me diskutimin e parafolsit, nëse dëshirohet që një problematikë të adresohet, normalisht që bëhet root cause analysis. Do të realisht cili është shkaktari, thelbi, rrënjët e problemit. Nuk kemi ndonjë root cause analysis realisht në këtë drejtim, mund të shfrytëzojmë ndoshta të dhënat e shtetet e tjera apo të themi jemi duke kaluar në për të njëjtin zhvillim social dhe ekonomik. Nuk është të thjeshtë të thuhet që kemi të bëjmë vetëm problemin e gjinisë mashkullore apo të bëjmë vetëm problemin e gjinisë femërore. Nëse më lejon ta përfundoj. Sa shpesh ndodh si gjinia femërore, që më thu, me dojë dhe me burë. Më falë, nuk pëngova, dëgjova, ta përfundoj edhe më pastaj vazhdo. Une, para shumë viteve, kur kemi diskutuar dhe kemi analizuar cyberbullying, kam thonë, a kemi ndonjë hulumtim për cyberbullying, dhe kam bërë një hulumtim të cyberbullying, së bashku me studentët të vëtës, ku kemi pasur mbi 2000 të intervistuara. Kemi bërë online dhe fizikisht. Ku të flasim, du të folë me analiza dhe hulumtime dhe jo me hipoteza. Kjo është ndryshimi mes të profesionistave dhe personave të cilët sapo kanë hyrë në këtë fushë. E cilat janë gjetjet? Dhe të gjetura. Është shumë interesant. Një numri i madh i ngacmimeve online kanë qenë nga fermat të cilat mbillojnë nga fermat. Do thotë kjo ka qenë për neve ka qenë mjaft befasues. Por nëse flasim për revenge porn, kryesisht janë mashit. Kjo duke bërë hulumtimet botërore, duke shikuar hulumtimet momentalisht edhe të cilet kemi pasur ku në të kaluar në avër jam personalisht jam marrë me 10 raste për identifikimin e tyre e tjera. Do thotë, duhet të jemi në kuptimin e sidomos fjalës publike, duhet të kemi parasysh mbi peshën e fjalës publike, mes të hipotezës dhe fakteve reale dhe esenciale. Po vlasëm në bazë të asaj çka bëhet publike, edhe në bazë të asaj çka bëhet publike janë kryesisht rastet të lajmëruara nga femra të cilat janë sulmuar ose janë ngacmuar seksualisht nga meshkujt. Sigurisht. Na jena të folë, ne do të thonë për revenge porn, jena të folë për sulme seksuale, jena të folë për që të do me thonë grupet që përgjurë në Discord. Karel, me qpak. Nuk jena nëse na shkojnë ashtash me thonë, po edhe grati bëjnë ashtu, na që ato e relativizojnë a problemin. Nuk është kjo e drejt adin si qasje ndaj thelbit të problemit që janë ato folë. Unë jam psikolog me profesion, kështu që unë kam si pjesë të punës. Sa e një njohuri lidhe me ato që gjinia femërore, vajzët të reje të shkollës të mitura, shpërndajnë materialet të cilet realisht janë jo sociale. Sa ju jeni një ajo tema sa jeni një sa jeni një në stash zero kur dëna më shku më marrni problem me thonë jo po edhe gratë bëjnë çështu çfarë. Jo ka flas vetëm sa jeni një njohuri, sepse jam njohuri.
nuk është relevante në diskutim. Po s'kena më nevojnë me ardhë dhe me Po kam bërë hulumtim dhe unë lidhe me kjo ka lidhe sepse mendimet e mia nuk burojnë në situata hipotetike dhe pa analizë, në hipoteze. Nuk burojnë. Absolutisht po. Sepse nuk po pajtojnë ideologjikisht me ty. Dëgjoj, unë nuk po them a ke bërë hulumtime dhe do të për ata, nëse të dhënë dhe atë që thua jenë të bazuar në hulumtime është shumë okej. Po në momentin e parë kur ngrit një hipotezë, atëherë më fal, unë do të them që nuk është hipotezë. Ajo që po them është e bazuar në hulumtime sociologjike, psikologjike, që mbu prej njerëzve tjerë, që s'kom nevojën e marrë dhe me bukton në Kosovë, sepse na njerëz janë atë ke fundit. Si mendoni që të njëjtat kemi të njëjtin zhvillim social-ekonomik si çdo shtetet e tjera? Nëse njëjta gjetje, kemi të njëjtën pjekërisë si shtetet e tjera. Unë nuk i patronizoj qytetarët e Kosovës, unë nuk mendoj që na jena njerëz majmuna që duhet me absolutisht kemi gabim, ne kemi një zhvillim social-ekonomik. Ja, kemi një zhvillim të korrigjoj. Zhvillimi social dhe ekonomik i shtetet të ndryshme varion ndryshe. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shembull grup mosha është 13+, me cilën kanë konsideruar që në moshën 13, aktivitetet cilat bëhen në rrjetet sociale, fëmijët në 13 janë të mbrojtur jashtëzakonisht shumë. Jo. Po, Kjo po të kazojmë bazë të FTC-s. Dëgjos, në këtë drejtim jam ekspert, mund të flasësh ti çka të duar. Kjo është rregull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse flasim për Bashkimin Evropian, kjo moshë shkon në 14. Në Kosovë sa është mosha? A dini sa është mosha? Sa është mosha? Sa, a dini? Kallëzim ti. Jo, a dini sa është? Kallëzim jo që s'pedi. Kur e rrin pjekurin personi në Kosovë, kur e rrin pjekurin zësim për të vepruar, a dini? Kallëzim. Ku po të thënë që është? 18 ka Kosovë zësia për të vepruar. Nëse ti shkon zësia për të vepruar. Zësia për të intelektuale. Jo, zësia, a kuptoni çfarë zësia për të vepruar? E di çfarë është zësia. Çfarë është zësia për të vepruar? Zotni, ti je ekspert për kibernetikë apo jo? Nuk je sociolog, nuk je psikolog. A dini çka është zësia për të vepruar? E di çka është zësia për të vepruar. Çka është zësia? Jo, por në momentin e parë ku ju nuk e kuptoni në esencë detyrën dhe obligimin prindëror të personit. Ku po din çka po kuptoj? Ku po din? Ti vetë që ka vjen vetë nëse e din tregoje. Zotri Hoxha, kthehemi në temë, ju lutem të mos dalim jashtë temës. Të qëndrojmë në temë. Po vetëm sepse momentalisht janë duke zhvilluar disa iniciative në shtete të ndryshme, të cilat momentalisht e kena ligj në Australi, por lidhur me moshën ku ndalohet me ligj që në cila është mosha nën moshën që nuk kanë të drejtë për të pasur qasin në rrjetet sociale. Kjo është një pikë tjetër e diskutimit. A di pse është? E kisha pyetjen se sa është e vështirë të bëhet identifikimi i personave të cilët qëndrojnë brapa këtyre grupeve dhe sa është i vështirë bllokimi i këtyre grupeve. Po flasim gjithmonë në domenin e punës suaj. Sigurisht. Kuptohemi diçka, se unë kam përcjellë në mënyrë të vazhdueshme. Ne po flasim për rrjetet sociale dhe për qasjen të cilën e kanë rinia në rrjetet sociale dhe personat e tjerë. Në këtë drejtim nëse flasim për njerëzit e moshës madhore, ku jemi plus 18 në vlerën e Kosovës, me të drejtë ku ajo moshë do të bëhet bllur për shkak të filtrave të tjera. E theksova më parë. Identifikimi i personave nuk është i vështirë, do të varet nga personat të cilët kanë kyçur, njëritë të cilët ata i kanë, por nuk është i pamundur nëse Policia e Kosovës bashkëpunon me Prokurorinë e Kosovës. Pse bashkëpunimi me Policinë? Sepse duhet aplikimi masave të fshehura, të cilat duhet të mirren pas autorizimeve nga Prokuroria e Kosovës në pajtim me kodin e procedurës penale. Duhet të kuptojnë që çdo njeri mund të identifikohet, por sa ka Kosova kohë, kapacitet njerëzore dhe s'po flasim për vullnet dhe dëshirë, sepse e theksova në fillim, do thotë krimet njësia për krime kibernetike ka prioritetet e veta. Po rastet e kaluara çka kanë treguar sa i përket gatishmërisë, sa i përket kapaciteteve, sa i përket funksionimit? Presioni publik i cili është bërë edhe në këtë media ka bërë që Policia e Kosovës të bëjë veprime të caktuara, të bëjë identifikimin e 2 persona dhe pastaj ata persona kanë përfunduar në gjykatë. Çdo njeri në hapësirën digjitale duhet të kuptojë nuk mund të jesh absolutisht, do të thuar që unë jam absolutisht anonim. Në gjitha rastet ekzistojnë mjete, metodologji, me të cilat teknike dhe logjike, me të cilat Policia e Kosovës, njësia për krime kibernetike në bashkëpunim me ISP-t
në bashkëpunim dhe me rrjetet sociale në këtë Discordin, mund të bëhet identifikimi i saktë. Krejt vorët, do thotë, sepse identifikimi edhe i grupeve kriminale, nëse shohim në shtetet e zhvilluara, kalojnë muaj, mos të them vite, në identifikimin e personave. Do thotë, ata hyjnë, bëhen pjesëtar, bëhen të themi kushtimisht aktiv për të marrë dhe identifikuar. Dhe në këtë drejtim, kjo metodologji është e njohur, edhe e njohur edhe për Policinë e Kosovës, por rikthehem varet nga kufizimi, kohor, aktivizimin i resurseve humane, aktivizimin i resurseve teknike, por të gjithë ata të cilët qëndrojnë brapa, jo vetëm këtij aktiviteti, por dhe aktivitetet e tjera të cilat e kemi pasur në TikTok, mund të identifikohen. Nuk është, do thotë, e pamundur identifikimi i tyre. Binde, në anën tjetër, ne si shoqëri, edhe në bazë gjithmonë të asaj se çka ka ndodhur edhe në të kaluarën në lidhje me të njëjtën çështje, sa kujdesemi dhe sa u kushtohet rëndësi pastaj trajtimit të personave të cilët bien prej këtyre zhvillimeve në hapësirën digjitale. Po më nën viktimave në këtë rast. Ka rrugë për mbështetje, po problemi është që ajo që duhet me ndodhë, që është një drejtësi në nivel social, ajo nuk ka. Për shkak që duhet me luftu do me thonë njëri në hapësinë publike për me ju njoftë si çaj ka ndodhë, që aty për është problemi. Do me thonë kur të publikohet për shembull, arsye pse janë poshtnuese çdo sa është për shkak që publikohet me fytyrë dhe me emën edhe me emën. Edhe mos një çaj person adin sulmohet edhe prej burrave edhe prej grave në tjerë që e tentojnë do me thonë me reduktu si individ. Edhe shumë problem me marrë mi pas që të qasje mi shtu si debat publik, se për ndryshë të vjen. Do me thonë të lifash gjithologu këne edhe të përzijet me qëka të dashme. Kujdes, absolutisht, shiko. Jo, në kujdesën e kom kry. Jam në këtë fush mbi 25 vjetë, ku jo jeni nuk e ditë doktori psikologjisë, a i sociologjisë, a i psikiatrë. Jo lutëm të kemi kujdes, të qëndrojnë brenda komunitet të diskutimit. Nuk lejaj... Të kemi kujdes, jo lutëm. Jo, shfaj, jemi cili lejaj që të vinë në diskutim me personat të cilët nuk e kanë efektin minimal që bashkëfolësin me e respektu në nivelin e debatit. Ju vendos, folim argumente. Momentin e parë të cilin ju kaloni fakt. Momentin e parë që kaloni në personale, do thotë që keni humbur argumente dhe kaloni në personale. Dhe kjo është jo profesionale, absolutisht. Atëherë ti që jupë në fillim se ti me të parë ma bëne qadinte. Kështu që adin kujdes pak. Jo lutëm, kemi kujdes, mos marrim asgjë personale, sepse të gjitha jemi duke diskutuar një çështje që prek shoqërinë, jo pikërisht personale. Po që nga personi që publikisht të kërkoj falje. Jo, që kjo është... Ose do të kërkoj falje, ose nuk lejo... Shiko, diljash të që me qitë një ashtë të ndërru. Ja mund të ta drejtuar diskutimin, jo lutëm të qëndrojmë në kërët, pa tjetër. Nuk lejoj, në falë. Pikërisht që kjo problemi i disë në diskutimin. Që të bëhet kësi publikisht, të bëhet, do thotë, cenimi i integritetit tim profesional nga personat, nga kushdo. Unë për... Sa jeni në këtë studio të lutë, jeni profesionist të fushave të caktuara të cilat lidhen me temën që po diskutojnë. Absolutisht, nuk lejoj të kemi kujdes. Nuk lejoj që pa kërkuar fare të vazhdojnë. Po, zotru... Nga më falë, unë vi këtu për të kontribuar për interesin publik. Asë një interes nuk e kam. Nuk është hera parë që vi në studio. Dhe ju e dini shumë mirë që më 10 herë, do të për hirë të vullnetit kam bërë edhe intervista jashtë vendit. Shumë herë edhe kam thënë kërkoj djesë nuk mund të vi. Unë e vi humbi kohën time të çmueshme. Për interesin publik. Nuk po besoj që është humbje për interesin publik. Që të dë keni kontribuar dhe vazhdojnë të kontribuar në fushat e caktuara. Pa tjetër. Dhe në këtë studio, personi, kush do qoftë, jo kjo, po kush do qoftë, nuk lejoj, më falë, kërkoj ndjesë shumë. Nuk lejojmë asë ne që të cënohet asë kush në këtë studio. Zotri Hoxha, në pikën ku jemi, në lidhje me problemin që po e trajtojmë, cilat janë indikacionet që qojnë faktikisht tek një përfundim që mbrapa një aktiviteti në hapësirën digjitale që ndron diçka më madhe për të asaj që ka shihet? E kemi thënë të kaluarën thejnë prapë. Kjo është një aktivitet të cilën do të shohim dhe në të ardhme.
Edukimi, arsimimi I shoqërisë normalisht është një element I mjaft I rëndësishëm në kuadër të eliminimit të asaj root cause analysis. Por shoqëria kosovare duhet të përgatitet për sfidat e tilla të rrallës. Një ndër adresimet të cilët duhet të ndodhë është që të gjithë personat duhet të jenë të kujdesshëm në shfaqje në shkëmbimin e materialeve të ndjeshme, fotove, videove e tjera intime të cilat në momentin e shpërndarjes duhet të kenë parasysh që ato përfundojnë në hapësirën digjitale. Në të kaluar në afër kemi pasur, jemi marrë me raste ku videot e tilla nuk janë shpërndarë vetëm nëpër grupe, por janë shpërndarë në themi dhe në website-et me pulla të kuqe, ku ka qenë shumë sfiduese më pastaj që ato të adresohen të eliminohen. Dhe në këtë drejtim do thotë nuk është vetëm ajo revenge porn, por po them ku pastaj ka kaluar edhe në përfitime materiale. Ku faqet e tilla do thotë janë diku në një skaj tjetër të botës dhe qasja e tyre është pothuajse pamundur dhe kryesisht faqet e tilla, website-et e tilla janë në hapësira ku nuk janë të rregulluara dhe institucionet kryesisht do thotë e kanë shumë vështirë për të qasur. Si shoqëri duhet jemi mjaft të kujdesshëm, si shoqëri normalisht duhet të mirëm me edukimin dhe arsimin e gjeneratave të reja në këtë drejtim për të njoftuar me rreziqet të cilat janë. Policia e Kosovës ka treguar në të kaluar në orë që ka aftësinë dhe mundësinë për identifikuar dhe për të eliminuar pjesërisht, por definitivisht si shoqëri duhet të kuptojmë që eliminimi përfundimisht I elementeve të tilla, do thotë dhe shfaqjeve të tilla, mos të them është I pamundur, por jashtëzakonisht e vështirë dhe kjo sfidë do të jetë, të themi, betejë të cilat do të kemi dhe viteve të ardhshme. Po, konkretisht çka duhet të bëj shoqëria ose edhe institucionet tona përgjithëse në lidhje, siç ishim duke thënë për viktimat që të këtyre rasteve, por në anën tjetër ndoshta çka tregon kjo edhe për të rinjtë tanë, sepse në këto grupe kemi grup mosha të ndryshme. Nuk po flasim vetëm për një moshë të caktuar, po mosha e meshkujve të cilët janë antarë të këtyre grupeve, variant që nga moshat më të reja deri ato më të shtyrat themi. Këto probleme shkojnë dorë për dorë. Do me thonë nëse na dojna me ndihmu, me mbështet viktimat, aje I bjen me njoft që janë viktima në një, dhe I bjen që me kriju mekanizma për mbështetje tyre. Që I bjen që paralelisht derisa na jena të ndërtu që të na jena të punu edhe me adresimin e fenomenet në raj që është, do me thonë që ajo pse, po I marrin burat që djemë që të guximin për mujt me pse përgjendin që të nevojën për mujt me shku me pushnu ngratë. Kjo kërkon edukim do me thonë mas parit rinis, që ajo është mundësia e parë për me intervenu. Edhe këtu du të me ka prej domeneve të ndryshme. Do me thonë nuk mjaftën për shembull me të ardhë edukatorit dhe me të thonë që këshyre adin gratë kanë zëtësi të tyne edhe të s'ki drejtë tash me shku me prejko se me qitë foto. Adin dush me mujt me e integru ato si pjesë qëndësore të shoqënisë tonë. Për shembull, kur ka qenë kjo çështja e manualit për edukim seksual. Një pjesë e manualit për edukim seksual e ka trajtu pikërisht zëtësinë, do me thonë, të trupore të individit. Edhe që ndihmon, do me thonë, pak për me demistifiku, për shembull, çështjen e seksit ose çështjen e trupave, që mas nej ndihmon për mos u konë çka kështu interesante për djemë të kur të rritën mas nej me postu videot edhe fotot e tjereve. Edhe paralelisht kur ndërtojnë ana me qëto baza edukative, njëkohësisht u ndërtu edhe për shembull resurse më të forta gjyqësore, resurse më të forta psikologjike për me ndihmu viktimave, na ja adresojnë problemet. Nisa që është shumë rëndësishme me cek që zakonisht nuk bëhet, është që nuk mjafton veç me I thonë një djalë, një buri që është u kriju sjellje, do me thonë antisociale, që ti nuk dush me bëtë qëta. Ti dush edhe me e drejtu, me I dhonë kuptim që asoj papërshtatshmërisë që ai pendjen në shoqëni. Do me thonë që ajo është faktike, ajo është të ndodhë. Ka plot djemë që sot njën që nuk janë, do me thonë, nuk mënën më kyç në shoqëni, që ju ka dhënë një farë historie se çka ata duan me qenë edhe që nuk janë, që nuk njën mjaftueshëm burra e tjerë, që po keq përdoren prej disa raste agjendave të importume, që është për shembull Andrew Tate, disa raste edhe prej agjendave lokale, për me I bo ata ma shkatrimtar për fabrikën sociale që na e kena ndërtu. Duhet me kallëzu ata që
nuk ka problemi, do me thonë, të gratë, nuk është problemi të faktit që na jena tu tentu me ndërtu një shoqëri që është ma egalitare, po problemi është dika tjetër. Nëse ti për shembull nuk je të mujt me gjithë vend punës, problemi është te ekonomia. Qysha adresojnë ana që can, është domethënë një çështje ke tjetër. Po duhet më dhon kuptim frustrimit që të ndje. Nuk është mjaftueshëm vetëm më thonë nuk është këtë frustrim e lidhet në këtë pikë ku jemi lidhet me gratë. Pse sepse ne po flasim për një numër mira, domethënë flasim për një numër prej 10.000 deri në 70.000 burra të cilët janë të antarësuar në këto grupe. Po, gratë janë historikisht njëri prej grupeve që kanë mas leti i sulmueshëm. Edhe që tash në nivel global, domethënë, na kena ekstrem shumë influencera që e shfrytëzojnë që atë momentum për me mujtë me e kap, do me thonë, një farë vëmendje më atletë të qëtën e burave që nuk po njën që po kanë përkatësi kërka. Është lëvizja incel, ka do me thonë edhe në nivel lokal, për shembull e ki Akropolin e Ria, ta dalin edhe të në kohën bëjnë që si qa do me thonë me qenë burë, adin që nuk kanë sens, nuk kanë bazë në realitet, po që i kapin qatë ndjenjen e që nuk jem mjaftu shumë burë, që i kanë plët djenë, edhe që mas në tentojnë qatë me ndërtu në diçka që është shumë ma toksike. Përshka që të sigurojnë views, që të sigurojnë pare, që të sigurojnë që njerëzit vinjet e ablin librat, edhe i keq përdorin do me thonë këta, e na mas në i dumi mu marrë me pasojat e tëre. Është letë me ndërtu do me thonë një qësi narrativ, sidomos në kohë moderne, sidomos kër rrjetet sociale ka gjithkush qasje, edhe statistikisht po vëret që qëto informata negative të dëmshme jënë ka i gjuën sidomos shumë rinis ma shpesh se so informata tjera që mundu me pas qasje. Një hullimtim që i kam bu për shembull në Twitter është që pavarësisht ti çfarë qasje e ki, a jeti i majt, a i djath, a jenë ashtë kompleta politik, shumica materialeve që ty të ndonë, që ty të servohen, jenë ato të një ekstremi të madhë mizogjen. Dhe më dhane ndrytejt që si sene. Për me të radikalizu ty në qasi forme, për me të bo ty malet të manipulushëm për qëtë ideologi dhe që ti mas në më shku dhe mja ble materialet atyre. Për që të dhe me thonë, po investohet shumë në qëto frima edhe pa i adresu në qëto si lëvizje, si qasje, si industri, na nuk kena në mujtë edhe me i dhonë shumë kuptim punës që përbojna. Po, Zotri Hoxha, në anën tjetër, a mund të themi që realisht, momentalisht, nuk ka hapësirë digitale të sigurt, duke përfshirë këtu të gjitha platforma, duke përfshirë këtu të gjitha rrjetet sociale, duke pas parasysh që grupet e tilla po funksionojnë edhe kanë funksionuar edhe në platforma tjera. Në kuptimin e fjalës çka është e sigurt, nëse flasim për siguri, është koncept të cilin çdo kush mund ta kuptojë në mënyrën e vet, po unë po ndaj me ju dhe teleshikuesit që shikuesit duhet të kuptojnë se siguri dhe duhet të jetë ajo të cilin ata e vlerësojnë që duhet mbrojtur. Nëse dojnë të mbrojnë privatësinë, duhet të shikojnë cili rrjet social ofron sigurinë më të madhe të tyre. Nuk po flasim këtu kemi një ndarje të themi, nëse flasim për sigurinë e rrjetit social, është momentum tjetër, nëse flasim për materialet të cilat shpëndohen në rrjetet sociale, është momentum tjetër. Do të nëse flasim për materialet të cilat shpëndohen në rrjetin social Facebook, Meta, do të kemi pasur një lëvizje jashtëzakonisht të madhe gjerë para disa viteve ku materialet e tilla janë larguar më një herë dhe shohim që kemi një tolerancë, një vazhdimësim të madhe edhe nga Meta, po kryesisht duhet të kuptojmë edhe në këtë drejtim që ky kolega duhet të kuptojë që rrjetet sociale, edhe pse shfrytëzojmë të gjithë Facebook dhe Instagramit, nuk e kemi të njëjtin Instagram të Amerikës, nuk e kemi të Instagram të Evropës, dhe dëgjallëm son diçka. Dhe kjo ndikon në mënyrë drejt për drejt në atë çka jemi. Pse? Ne jemi atë të cilin e konsumojmë. Kjo do të thotë që në hapësirën digjitale, qytetarët, shfrytëzues Republikës Kosovës konsumojnë materiale të cilat nuk janë në algoritëm të njëjtë për rrjetet sociale të tjera. Dhe rrjetet sociale të cilat kur flasim për tolerancën, për shfrytëzojmë si tolerancë, Telegrami ka qenë një hapësirë digjitale e cila ka ofruar
nuk ka pasur kufizimi lidhur me kontentin, njëri të kemi Snapchatin, tani kemi edhe Discordin. Kjo është e diferenca, nuk u flasim për siguri, në kuptimin e sigurisë të cilën ofron platforma, janë hapësirat të cilat i japën në fushën digjitale. Të nderuar, faleminderit shumë që ishit prezant në Rreth Rrotull. Faleminderit ty kushtrim. Faleminderit, ishte kënaqësi, uroj të shpresoj që unë për hir të respektit të cilët e kam për televizionin ju, për ndryshe realisht nuk lejoj, nuk toleroj që jo personi këtu që është, po askush të bëjt cënimin e integritetit tim personal dhe profesional, nuk është absolutisht profesionale. Argumentimi është duhet të kuptosh që në momentin e parë që del diku duhet të argumentosh dhe të flasësh ndoshta edhe me ton të lartë, nuk ka lidhje, po nuk duhet të kaloj në nivel personal. Nëse jeni psikolog, ju duhet të kuptoni edhe më mirë që nuk është mënyra më e duhur për të diskutuar. Dhe kjo lë mjaft për të dëshuar dhe më pastaj dhe lidhet me mendimet të cilat i shprehet, të cilat janë të njanshme, jo të bazuara në hulumtime, por në hipoteza të cilat kanë të bëjnë me orientimin tënd personal. S'ka asgjë të keq që lidhet me orientimin, është orientimi juaj. Por në momentin e parë kur flitet në hapësirën publike dhe një temë publike, normalisht që publikët kanë qenë që dëshirë që të servohet e vërteta. Patjetër, por derisa jeni në këtë studio patjetër jeni të njohës të fushave të caktuara, për atë arsye dhe jeni të ftuar në këtë studio për të treguar atë se çka thojnë profesionët e juaj në lidhje me çështjen konkrete. Kështu që pas këtë pas nevojë me mëftu. Kështu që faleminderit shumë që ishit prezente. Kemi